Faleminderit që në mënyrën më të qartë mundshme i tha po edhe 4 vjet Shaqir Totajt, i tha po zhvillimit, i tha po vazhdimësisë, revizionit për një prezident më të mirë. Kjo është fitore e Shaqir Totajt, para zgjedhjeve është fitore e qytetarëve të Prizrenit, është fitore e juja, edhe në këtë natë me shi, ky është bereqet për Prizrenin. Qytetarët e Prizrenit kanë ditë me votu, kanë ditë me vlerësu punën, kanë ditë me vlerësu performancën, kanë ditë me vlerësu sistemin e vlerave që na përfaqësojnë, edhe kanë ditë me vlerësu edhe me përqafu vizionin ton që na e kemi për një periudhë 4 vjeçare. Do mi falenderu edhe partnerët e koalicionit që po ashtu i kanë bashkangjitur këtij vizioni, si dhe natyrisht ekipin tim, të cilët në mënyrë të palosme kanë punu 4 vjet për të vazhduar, për të pas një kontinuitet të një qeverisje të mirë, e cila tashmo e ka dëshmu se ka potencial, ka vizion, ka sistem të vlerave, edhe e konfirmuar. Hvala,